Kam rreth 32 vjet që punoj agronom dhe specialist në këtë zonë, në biznes intim personal, dhe përveç se këtu dikur ka qenë nga historia, ka qenë Kërnet, por përmbytjet kanë filluar të shpeshtohen dhe të bëhen pothuajse çdo vit ose një herë në 2 vjet për shumë arsye. Një nga arsyet, janë shumë arsye, por një nga arsyet kryesore është që baseni i Tërbufit, ish Këneta, është llogaritur që të punonte me një intensitet shiu deri në 200 mm shi. Por ujrat që kalonin në basenin e Tërbufit ishin vetëm ujrat që binin në basen. Në të dy varë kodrat, ndërmjet që nga Kashtbardha deri në Thanasaj, ishte deri në lumin Shkumbin, nga të dy lumenjt, ishte një kanal i ujrave të larta, kanali V4, i cili shërbente gjatë verës për ujitjen e fushës Tërbufit, ose basenit që ka qenë, dhe gjatë dimrit to porta mbylleshin dhe ky e kalonte ujin jashtë hidrovorit duke çuar në zham për ta nxjerrë jashtë hidrovorit dhe baseni thithte vetëm shirat që binin në basen. Po njëjta situatë ndodhe edhe me kanalin që është i varë kodrave të Grabjanit deri në Biçukas dhe Semens, dhe ato e nxjerrin jashtë hidrovorit ujin dhe po e njëjta gjë pompat e hidrovorit, megjithëse punojnë me intensitet lartë për këto 35 vite, pothuajse të gjitha qeverit nuk kanë marrë masa që këto dy kanale të ujrave të larta nuk kanë marrë masa që t'i rikthejnë identitet. Pra, këto të kryejnë funksionin e tyre dyfish. Edhe për vaditje gjatë verës, por edhe për kullim gjatë dimrit. Dhe kjo është një nga arsyet kryesore që kanali është i çarë në Lushnjë, në Pluk, në Golem, në Tekthesa e Grabjanit, në Dushk, në Konjat, në Gramsh dhe derisa vetë në Zham. Pra, kjo është arsyeja në krahun e varë kodrave lindore, por edhe në varë kodrat që janë të Grabjanit, Biçukës, Gërmenjit, derisa del në Spolat, janë kodrat perëndimore, të cilat e sjellin por në basen ujin. Dhe intensiteti i lartë i shirave të këtyre ditëve dhe të nëndorit ka sjell përmbytjet. Masat që duhen marrë nuk janë masa që jemi në gatishmëri këto ditët e përmbytjes, por masat dhe gatishmëria duhet të mbahet gjatë gjithë kohës dhe gjatë gjithë periudhës nga drejtoritë e kullimit dhe të mirëmbajtjes kanaleve. Ka qenë dikur një drejtori apo ndërmarrje e bonifikimit që nuk funksionon më, por këto bordet edhe këto që kanë dalë me emrat e rinj duhet të funksionojnë për arsye sepse përmbytja ka sjell dëme të jashtëzakonshme në foragjere, në perime, në bagti, në blegtori, pra është e jashtëzakonshme përmbytja. Rreth 160 hektar vetëm në njësinë administrative në Dushk. Pra, duhet që planifikimi dhe investimet për këto kanale duhen bërë gjatë vitit kur është e thatë, sepse nëse do marrësh gatishmërinë vetëm për 3 ditë që bie shiu, është e pamundur dhe është e pashmangshme përmbytja.